Keni kujdes me avokatët që keni zgjedhur. Po ju them dhe njerë të nderuar vëllezër, keni kujdes me avokatët që keni zgjedhur, kontrollojeni veprimet e tyre dhe shikojni se si veprojnë. Avokat, ju më thatë pak më parë që Zojën Balluku e sollën grekët në Shqipëri. Po, patjetër. Tani sot në mos gaboj, historiani Arben Dhalla kishte një postim që thoshte që Balluku mund të ratiset në Greqi. Po ta lënë. Po ta lënë, po ajo nuk mund ta ratiset, sepse është në çdo kohë e kontrolluar. Pra, po ta ratiset është më keq akoma. Po ta ratiset është më keq akoma. Ajo duhet vetë jap llogari. Pra ju mendoni që do qëndroj dhe do përballet me drejtësinë. Ajo mund të ketë 20 pasaporta. Mund të ketë dhe pasaport greke, se çudi që e ka, dhe unë besoj se e ka, por nuk i hyn në punë. Nuk i hyn në punë sepse ishte ndaluar dalja jashtë shtetit. Vetëm po që se ky bën ndonjë marrëzi, forcat e policisë dhe policia e shtetit të Anxhelias, po kjo përgjegjësi do bjerë mbi drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit. Pra, Ilir Proda ka përgjegjësi themelore nëse ajo largohet. Avokat, edhe diçka kam në raport me ndërkombëtarët të qeverisë të kryeministrit pas këtij vendimi tani. Europën, kancelarit, Shtetet e Bashkuara, pra gjithë ato presionet në mënyrë indirekte nga jashtë për vendimin e gjykatës kushtetuese, duket sikur e dha një lloj fryti se nuk rrëzuan as pakun, as kryeministrin, pra një të mesmetar, edhe tani duket sikur po e hapet rruga pak a pak. Jo, ata rrugët të hapur e kanë, u hap rruga atyre, dhe pengesa kryesore ishte gjykata kushtetuese. Tani do vi puna tek Kuvendi, që të hiqet imuniteti, që në fakt s'kan imunitet, sepse Erion Braçe ka deklaruar që imuniteti i deputetëve shqiptarë është hequr që para 3 vjetësh, 4 vjetësh. Ai autorizimi duhet. Urdhë? Ai autorizimi duhet, them, autorizimi. More, duhet, ajo mund të arrestohet dhe ashtu siç është. Dhe ja heqin, sepse është kapur në flagrancë, zotëri. Por veprimet të flagrancë nuk presin që të bësh ti procedura dhe ta shfuqizosh ti mandatin e saj kur do që i fitoj me muaj të tërë. Jo, zotëri. Është kapje flagrancë, janë kapur dokumentat flagrancë. Ja, po është sabotuar në mënyrë të tmerrshme të gjitha veprat që ka dhe parat ajo dhe janë ndërtuar. Tunelet janë qartë, tuneli Skërpisës rrjedh, tuneli i Murqapës Murrëzit rrjedh, të tërë rrugët janë shëmbur, çfarë duan më. Jo më zotëri, jo, ajo duhet kapur urgjent, duhet marrë urgjentisht, po bashkë me të dhe ndërtuesit e këtyre objekteve, që kanë marrë parat, dhe të dalën të thonë, se ata do dalën të thonë të vërtetën, që nuk kanë marrë lekët që ka përcaktuar e kanë hedhur në dokumenta, po kanë marrë 30% të vlerës. Të tjerat i merr lubia e madhe me Edi Ramën. Prandaj dhe rrugët janë ashtu, prandaj dhe tunelet rrjedhi, prandaj dhe rrugës vën hekur, sepse nuk janë dhënë parat atyre. Ata duhet dalën tani të denoncojnë faktin që ne kemi punuar me 30% të parave që ka përcaktuar tendrin, të tjerat i ka mbajtur Ballukja. Megjithatë, avokat, për ta mbyllur, mua më bën përshtypje që ju mendoni që Balluku nuk ka një plan B. Më bën përshtypje. Nuk mund të ketë, dhe të ketë nuk e realizon dot. Nuk i këndot. Nuk mund, vetëm po që se e lejon Ilir Proda që tiki. Jo, nuk e kam fjalën tek ratisja, por edhe procedura ligjore që ndoshta mund të çojnë deri në skadimin e afatit të kërkesës së gjykatës për autorizimin. Zero plan B. Zero. E pamundur. Ne këtu jemi dhe do ta diskutojmë. Mirë, po deri tani fjalët e mia të kanë dalë, pa mirë se kemi gati 2 vjet që komunikojmë bashkë. Po prandaj e zhvilluam dhe bisedën brap, direkt pas vendimit. Hajde. Unë të falenderoj shumë avokat, edhe në emër të shikuesve tanë. Edhe unë të falenderoj ty për ftesën, edhe për mundësinë që më krijon që të flasim të ndriçojmë çik shqiptar se kanë humbur besimin, kanë humbur shpresën, kanë humbur gjithçka. Ndoshta ky vendim mund të jetë një pikë kthese.
Patjetër dhe është kthesë e madhe. Është kthesë e madhe, po ta them unë, nuk është 90 gradë, sa që mendohet, është 180 gradë. Uroj që të ndryshoni mendimin dhe për kreun e SPAK-ut. Jo, pra të nuk ndryshoj mendim. E kam thënë, them dhe do ta them, ai dhe kaq i bën se ka presion, nuk i bën në dëshirë e mirë, jo. Pra është vepra e Dumanit kjo që jemi tani. As e Dumanit. Është vepra atyre që ngritën dhe paguajnë SPAK-un, zotëri. Është vepra atyre. Duket se po rrethimi po vjen. Ka mbaruar kjo qeveri. Tani janë ato grahmat e fundit. Po e ngjoj Berisha, po kënaqet me këtë optimizëm. Berisha të mos shkoj si del pra pas dashit, se as Berisha nuk ka përfituar gjë, se është non grata, Berisha është bashkëfajtor me ta. Kaq. Faleminderit shumë. Kurdo, gjithë mirat. Edhe unë falenderoj.